Shpenzimet e shqiptarëve për shëndetin po rriten vit pas viti si pasojë e plakjes së popullsisë dhe rritjes së barës së sëmundjeve, por ritmet janë përshpejtuar dukshëm pas pandemisë së Covid-19. Rishikimi i llogarive kombëtare nga Instat referoi se në vitin 2023 familjet shqiptare harxhuan për shëndetin mbi 84 miliard lekë ose mbi 840 milion euro. Kjo shifër e gjeneruar nga anketat e buxhetit të familjeve ishte 8% më e lartë se në vitin 2022 dhe 41% më e lartë se në vitin 2019 përpara pandemisë së Covid-19. Bara e sëmundjeve kronike është rritur rreth 6% çdo vit pas pandemisë sipas të dhënave zyrtare, duke rritur nevojën për ekzaminime dhe trajtime të përhershme shëndetësore. Qytetarët e Vlorës, përgjithsisht mosha e tretë, të pyetur nga televizioni 6+1 Vlora, shprehen në lidhje me sëmundjet që ata vetë kanë, por edhe me shpenzimet që u duhen për barna. Unë se njoh fare, vetëm që jam operuar, kam bërë bypass edhe kaq. Kur e keni bërë bypass? Në Itali. Kur? Kam 7 vite ca. Jo, mirë jam. Po ilaçet këtu i merrni apo? Ilaçet andaj më vin, po s'ka ilaçe këtu, ku ç'a ilaçe janë këto? Të janë kot fare. Po më vinë, mi bjen fëmija, mi falë zoti fëmit. Jo, djemi jemi. Djemi, bërë kjave më qenë. Jo, djemi jemi. Top, specializë. Shëndetësore nga pandemia, tani pas pandemisë, keni pat probleme apo? Jo. Po vuani nga sëmundjet tensioni? Po kemi sa dush. Çfarë problemesh? Ja, këtu. Të zetet. Po ilaçet ku i merrni? Ilaçet këtu, ja këtu i marr. Janë efikase? Mirë. Po mosha i ka, Çfarë keni? Çfarë problemi? voj nga dita gjatë, nga zemra. Mosha, brezion ka punuar rënd. Unë kam bërë në një punë 20 vjetë. Qenë 53, 57 e gjysmë dola, se dole a ligjë s'kishin punë, mbaruan dita gjerat. Pas pandemisë keni pat probleme? Ta nuk e di, mos më kalim në një gjë. Barnat këtu i merrni? Mi bjen vajzat nga Italia, se këtu nuk e përballoj dot. Kështu është jeta. Brezi mallkuar në ranë të gjitha gjërat. Që nga 45-a, se këta të rinjt nuk e din, deri në 57-ën sistemi të tërshtimit me trisk bukën, 400 gram bukë. Brezi në 13 vjeç ka veshur këpucë. Dolëm nga lufta, kur vjetët poshtë ujë të rrjedhin përsëri, kur pleqëria e murë me duar do të na shtrëngojë, do ndizë zemra plak nga malli i ri dhe syri lot nxehtë do të shojë. Të dhënat e Instatit tregojnë se pjesa më e madhe e shpenzimeve shkojnë për blerjen e medikamenteve. Shqipëria si një vend me nivel të lartë të varfërisë në popullat, thot studimi, dhe me të ardhura më të ulta në Europë nuk mund të ketë akses në terapitë inovative. Zhvillimet demografike të Shqipërisë tregojnë për presion në rritje të shpenzimeve në shëndetësi.